Kosova shënon sot 27 vjetorin e çlirimit, një nga datat më të rëndësishme në historinë e saj moderne, që lidhet me hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë dhe largimin e forcave serbe pas luftës së viteve 1998-99. Më 12 qershor, forcat e NATO-s hynë në Kosovë pas përfundimit të fushatës ajrore 78 ditore kundër saqeve serbe, duke i hapur rrugë tërheqjes së forcave serbe nga territori i Kosovës. Kjo ditë e madhe për shqiptarët erdhi pas luftës së zhvilluar nga ushtria çlirimtare e Kosovës kundër forcave serbe dhe pas ndërhyrjes së NATO-s për t'i dhënë fund konfliktit. Lufta la pas mbi 10.000 të vrarë, shumica shqiptar, ndërsa më shumë se 1 milion qytetar u detyruan të largoheshin nga Kosova. Pas përfundimit të konfliktit, qindra mijëra refugjat u kthyen në vendlinjet e tyre, ndërsa misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë vazhdon edhe sot përmes KFOR-it. Me rastin e 27 vjetorit të çlirimit, institucionet e Kosovës kanë organizuar një sër aktivitetesh përkujtimore. Në nder të ditës së çlirimit të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti së bashku me ushtruesen e detyrës së presidentës, njëherë është kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiu dhe antar të kabinetit qeveritar në detyrë, kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, ku kanë nderuar sakrificën e familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të kombit. Gjatë vizitës, delegacioni shtetëror vendosi kurora me lule dhe bëri nderime pranvareve të heronëve të luftës. Pas homazheve në Prekaz, aktivitetet përkujtimore kanë vazhduar në Prishtinë, ku janë bërë homazhet e monumentit të pagjeturve, te pllaka përkujtimore fëmijëve të vrarë gjatë luftës dhe pranvareve të ish presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit Adem Demaçi. Në këto nderime morën pjesë përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe antar të kabinetit qeveritar. Në 27 vjetorin e çlirimit të Kosovës, krerët institucional dhe liderët politik në Kosovë dhe Shqipëri kanë përcjellë mesazhe urimi duke vlerësuar sakrificën e popullit shqiptar, luftën e UÇK-s dhe ndërhyrjen e NATO-s si vendimtare për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Bedri Hamza i PDK-s ka nderuar sakrificën e dëshmorëve dhe ka theksuar rrugën e gjatë të Kosovës drejt lirisë dhe konsolidimit të shtetit. Edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka vlerësuar kontributin e brezave të ndryshëm politik dhe historik në shtetëndërtimin e Kosovës, duke theksuar rëndësinë e unitetit institucional në ruajtjen e vlerave të lirisë. Kurse presidenti i Shqipërisë Bajram Bega i ka uruar Kosovën duke theksuar se liria e saj është fryti një sakrifice të madhe dhe duke rikonfirmuar mbështetjen e Shqipërisë në rrugën euroatlantike të vendit. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vlerësuar marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe duke cilësuar çlirimin e Kosovës si një moment historik për të gjithë kombin shqiptar. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka shprehur ngushëllime për vdekjen e komandantit të UÇK-s Sahit Jashari. Përmes një postimi në profilin zyrtar në rrjetin social Facebook, kjo organizatë ka thënë se Sahit Jashari ishte ndër nismëtarët e përpjekjeve tona çlirimtare, bashkëluftëtari i komandantit legjendar Adem Jashari dhe i shumë luftëtarëve të tjerë që vunë themelat e rezistencës së armatosur për lirinë e Kosovës. Ndarja e tij nga jeta është humbje e madhe për familjen Jashari, për bashkëluftëtarët dhe për të gjithë ata që e njohën dhe vlerësuan veprën e tij, thuhet në shkrimin e tyre. Kurse sot në Skënderaj kanë filluar homazhet për Sahit Jasharin, të cilat po mbahen në palestrën Ilaz Kodra, ku janë mbledhur familjar, bashkëluftëtar dhe qytetar të shumtë për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Kontributin e tij në luftën çlirimtare, ndërsa më pas pritet të vazhdohet me mbledhje komemorative dhe ceremoninë e varrimit në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka treguar të dhënat e fundit nga numërimi i fletvotimeve nga votimi në përfaqësi diplomatike dhe nga vazhdimi i procesit të vlerësimit të pakove të supozuara me fletvotime nga votimi me postë jashtë Kosovës, të cilat ende nuk janë numëruar. Zëdhënësi i KQZ-s Valmer Elezi ka treguar se në qendrën e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar procesi i numërimit të fletvotimeve, që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit në 30 përfaqësi diplomatike, i cili ka filluar pas ditën e 11 qershorit. Sipas tij, deri më tani janë numëruar 13 nga 47 vendvotimet e përfaqësive diplomatike deri në ora 9 të mëngjesit. Më 6 qershor 2026, votimi u zhvillua në 30 përfaqësi diplomatike në 18 shtete të ndryshme. Nga mbi 27.000 shtetasë regjistruar kanë votuar 22.860, apo 82.46%. Këto fletvotime janë në proces numërimi. Ishte në mjekim intenziv, ka vdekur personi që është vetë aksidentuar disa ditë më parë në autostradën Mazgit Fush Kosovë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se ka vdekur personi i cili ishte përfshirë në një vet aksident disa ditë më parë. Në raportin e policisë bëhet e ditur se viktima ka qenë duke marrë mjekim intenziv në QKUK. Është raportuar se më 12 qershor në QKUK ka ndruar jetë viktima që ka qenë duke u trajtuar në mjekim intenziv, si pasojë një vet aksidenti trafiku që ka ndodhur më 6 qershor. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion, thuhet në raport. Policia e Kosovës ka njoftuar për arrestimin e 2 personave në Kamenic për mbajtje në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armës dhe asgjësim apo fshehje materialit arkivor. Në raportin e përditshëm, policia shton se edhe gjatë bastisjes në shtëpinë e tyre janë gjetur dhe konfiskuar një pushkë mbi 91.000 dinar, $200, 1.300 franga, vula me stem të shtetit të Serbisë, 6 laptop, 4 shtëpiza të kompjuterit, një telefon si dhe dokumente. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, thuhet në raportin e policisë veç të tjerash.